Përshëndetje. Përshëndetje them të gjithë ndjekësve të mi në YouTube dhe të gjithë atyre që ju intereson tema e narcizmit. Narcizmi nuk është një grip kalus, nuk është një epidemi apo diçka që ka një kohë dhe kalon. Jo. Nëse e ndjeni se ju keni pasur prindër që kanë qenë të vështirë, kanë qenë që ju nuk jeni ndier as pak mirë, apo nuk keni përvoja të mira në fëmijërinë e juve. Kjo do të thotë se 100% ju jeni bërë një narcist vetë, një i dëgjueshëm, dhe i keni kopjuar ata në kohën që keni jetuar me prindrit, ju nuk keni pasur edhe aq shumë gjasa që ta shpalosni atë që keni mësuar nga ata. Mirë po në një të ardhme, në familje, në shoqëri, në vendin e punës, nuk keni mundësi që të shpëtoni narcizmit. Kjo nuk do të thotë që ju e keni zgjedhur këtë rrugë, mirë po kjo është një strategji mbrojtëse që ju ka mbrojtur juve në kohën kur ju nuk keni pasur asnjë rrugdalje. Mirë po, ka edhe të atill të cilët janë bërë ko-narcist, siç e kam cekur edhe tek videoja tjetër, ku janë bërë ata të cilët kanë qenë të dëgjueshëm, kanë qenë pothuaja janë lakuar në çdo formë për prindrit e tyre, për dëshirat e tyre që ata t'i bëjnë që të marrin dashuri, që të marrin përkrahjen e prindërve të tyre. Mirë po, kjo në atë kohë ju ka ndihmuar edhe juve që ju të mbijetoni, se për ndryshe asnjë fëmijë nuk mund t'ju thotë prindërve të tyre ju nuk jeni në rregull, këtu është një strukturë e smurë dhe unë nuk mund të jetoj në këtë familje, mirë po i duhet që të përshtatet. Mirë po, mvaret se cila ka qenë rruga të cilën ti ke marrë për të përshtatur. Unë për veten time do të thoja që askush nuk e zgjedh me vedije të plotë, mirë po mvaret nga vetë atë karakteri me të cilin ka ardhur në këtë botë. Nëse është një më i fortë, ai do të qëndrojë dhe do të shtiret sikur është lojal ndaj tyre, mirë po nuk do të bëjë gjërat që ata i thonë. Për ata edhe do të ndëshkohet vazhdimisht, do të ketë dhunë psiqike, dhunë fizike, përderisa një ko-narcist mund t'ju shpëtojë dhunës fizike, sepse ajo psiqike është e pashmangshme, sepse si fëmijë ti nuk mund të jesh dakord që të jesh një dorë e zgjatur dhe të mos kesh mundësi që të krijosh të zhvillohesh sipas dëshirës tënde, mirë po vetëm të jesh një i cili non-stop është i gatshëm për të pranuar urdhra dhe asnjëherë nuk ka asgjë për të thënë. Ju lutem shumë që ju që jeni të prekur në një formë apo në një tjetër dhe mendoni se familja apo struktura në të cilën jeni rritur nuk ka qenë shëndetshme, informohuni shumë për narcizmin, ko-narcizmin dhe ngjyrat e tij. Do t'ju ndihmoj shumë në të ardhmen për shkak se një ko-narcist apo një ko-narciste nuk ka asnjë mënyrë që të gjejë një partner në të ardhmen, një partner të shëndetshëm, mirë po gjithmonë do të lidhet prap ai konstelacioni apo lidhja, do të gjejë një narcist dhe në të kundërt një narcist do të lidhet me një ko-narcist dhe nuk do të shkëputet asnjëherë zinxhiri, e kjo është shumë e dhimbshme. Dhe do të bëja shumë apel të gjithë ata që i ndjekin videot e mia dhe dinë edhe gjuhë të tjera të informohen, sepse me të vërtet tek ne shqiptarët ka shumë pak. Unë e shoh se njerëzit ndoshta dhe hezitojnë
Shumë do të kisha dëshirë që edhe ju tek videot e mia të jepni përvojat e juaja, për shkak se unë e shoh se tek podcastet gjermane njerëzit, unë për vete më shumë i lexoj komentet se çka shkruajnë njerëzit nga përvojat, nga jeta ku ndodh aty narcizmi, se sa për shembull se çka prezantohet aty nga ai i cili e bën videon. Ju kisha lutur edhe ju të tregoni se cilat janë përvojat e juaja me ta, për shkak se me të vërtet është diçka që nuk kalon, është diçka që prek familjen, prek aty ku njeriu duhet të ndihet më së miri dhe nuk ka asnjë mundësi që të ndryshoj asgjë. Aty ndodhin gjëra që nuk janë as pak të këndshme, as për partnerin, as për fëmijët, dhe sidomos për ata të cilët kanë bërë një moshë dhe nuk e kanë ditur se çka ka ndodhur tër jetën e tyre, duke luftuar që mos ta prishin harmoninë familjare, duke menduar se nëse unë rebelohem, nëse unë them diçka, atëherë thjesht njerëzit nuk do të më besojnë. Kjo është shumë e vërtetë, për shkak se narcistët kanë një aftësi të tillë që rrethin çka është jashtë ata e manipulojnë, sikurse ty, dhe kanë një tjetër maskë me të tjerët dhe një tjetër maskë brenda shtëpisë. Unë ju përshëndes deri në videon e ardhshme. Ju faleminderit që më ndiqni.